Edhe gjithashtu tashmë kemi kaluar edhe në pjesën e dytë të magazinës së mëngjesit. Do të flasim sot për shigjetarin, por edhe për hiking, për sfidat e rrugtimit të një sportiste. E në studio sot kemi të ftuar Marigona Saitin. Mirë se erdhe, Marigon. Mirë se ju gjeta, Nora. Do të flasim për pasionin për ecjet malore, për përvojat në hiking, që keni filluar kohë të fundit, por sigurisht do të ndalemi tek shigjetaria, aty ku je edhe më e mira. Së pari na tregon për shigjetarin, kur ke filluar të mirësh me këtë sport? Kom fillu para një vit e gjysë tamam si sport, me ushtrime, me trajner dhe tonat, po besoj që këtë vetë kur kemi fillu edhe me gara, ka qenë ai qefi që me arrit pak ma shumë si sportiste dhe kom fillu tamam si sportiste. Marigona na tregon cili ka qenë momenti më i veçantë për ty në shigjetari? Mendoj që prej gjitha gora por ka qenë më veçanta për shkak se ka ardhur krejt pa prit, kom shku pa përgatitje pothuajse heq me një herë kjo timin, edhe kom dol si fituese vendit por për asaj gare, pro ka qenë komplet një ndjenjë që nuk e kom prit, as nuk e kom mendu dhe sigurisht që kom dal shumë krenare. Sa punë dhe përkushtim kërkon ky sport për me arrit rezultate të mira, themi? Pas garës të parë në kom fillu pak si ma intensivisht me ushtru, ku ndoshta çdo ditë kom shku ka 4 ose 5 orë në ditje në shigjetari, po e pash që pastaj në garën e dytë ku shkova vetë se lëndova krahun prej ushtrimeve shumë intensive dhe nuk mujta as me pas një performancë shumë të mirë, edhe mendoj që ndoshta aq sa ushtron do është me ditë pak a shumë edhe sa me pushu, që me lën trupin tënd pak mu qetësu, me vazhdu prap me ushtrime që performanca me qenë pak më e mirë. Sigurisht kjo është një sfida tjera me cilat je përballë, nëse na tregon gjatë kohës sa mirësh me shigjetari. Mendoj që ka qenë sfidë për disiplinën tem edhe gjetja e pajisjeve apo aksesorëve ekstra që i ka harku im, për shkak se unë jam me hark olimpik të disiplinës recurve dhe ai ka shumë aksesorë ekstra që e bojnë ngjujtjen më të mirë, po të njëjtën kohë është vështirë me gjetë ata aksesorë në Kosovë. Unë sfundmi krejt këtu i kum ble jashtë Kosovës në mënyrë që performanca me qenë më e mirë, ndërsa sa për këtë mendoj që ndoshta një nivel bazik kishim mujt me gjetë, po jo diçka më të avancume. Ke qenë këtu në intervistën e parë dhe të kemi ftuar kur ke marrë edhe çmime. Na tregon si ka qenë pjesëmarrja juaj edhe në gara të tjera. Me çka e marrë së fundi? Mendoj që pjesëmarrja ka qenë mjaft e mirë duke krahasu me kohën që unë kam ushtru dhe ndoshta kam qenë njëna prej shigjetarëve më të reja në Federatën e Shigjetarisë. Kam fitu vendet para disa herë edhe kemi mbajt pashtu edhe kampionatin këtë vit, që ka qenë gara parë në 60 metra distancë. Diçka për cilën pashtu nuk është që na ka ra me u përgatit, ka qenë gara parë po hera parë që kum gjujt në distancë. Është dashur një ambjetu pak a shumë fillim, po mendoj që me rezultatin dhe pikë që kum marrë në fund kum dal kogja e kënaqur. Po, në cilin vend e ke zënë? Vendin e parë. si çdo herë tjetër. Cilat janë planet tuaja në shigjetari, Marigona? Për momentin planet e mia janë që me vazhdu, pavarësisht se sa është i zhvilluar në Kosovë, mendoj që është duke shku të zhvillu dhe më shumë, edhe pse jo në det me përfatësu edhe vendin tem në gara ndërkombëtare. Urojmë, shohim lart e më lart. Ndërkohë që do të kalojmë tashmë tek ecjet malore. Kur të lindi ideja që të pëlqen hiking? Këtë rastisht e kum provu me motrën tem edhe kum pa që pak a shumë unë kam pas qef me qenë edhe pjesë e ushtrisë të Kosovës edhe gjatë kohës që jam duke bu hiking ajo ma hek pak atë mallin që e kam për atë qefin që nuk e kum bu. Nuk e kum besu që kam pëlqyer që ka shumë kur kam fillu në fillim, po me kalimin e kohës mas disa ecjeve që i kum bu, e kum pa që po m'pëlqen edhe ndoshta kam qef me pas një hobby të dytë tjetës tem. Kur jemi tek ecjet malore, cili është momenti më i bukur gjatë ecjes në mal? Sigurisht është momenti kur keme arrit atë pikën e fundit për cilën je nis, për shkak se komplet mërna ditës ti keme pas një synim edhe keme ecë, keme bu mend për me arrit atë synim edhe keme mujt me përfundu. Po, na tregon cilat vende i ke vizituar në Kosovë, cilat male? Kanë qenë disa, po ato më kryesore ndoshta ka qenë moja Hajlës në Kosovë, po edhe moja e Korabit në Shqipëri, që është edhe moja më e lartë atje. Dhe cilat janë planet? Do të vazhdosh me hiking? Po besoj që përderisa funksionon trupi për me ecë në nalësit dhe shtigjet gjata, besoj që po.
Edhe na tregoj çfarë ndjesie është, çfarë i dhuron trupit hikingu? Fizikisht është një lodhje goxha e madhe, po në momentin që ti ke arrit atë mojën, besoj që pak a shumë ke mundi ashtu të krenar me veten tënde që ke mujt me çu diçka deri në fund, edhe ajo ku më të bë mundi shumë më mirë. Marigona, cili do të ishte një mesazh i yti për të gjithë ata të rinj të cilët po na dëgjojnë, ndoshta dëshirojnë të fillojnë të mirën si me ecjet malore, po ashtu edhe me sportin e shigjetarisë, cila do të ishte ndonjë këshill nga jo? Jo vetëm për këto dyja, po për çdo gjë tjetër, e kam thënë edhe më herët edhe them prap, nëse ki diçka që ki qef me provu se të pëlqen, atëherë pavarësisht se çfarë të rreth jot, për shkak se në Kosovë shumë njerëz din me thonë shumë sene për disa gjëra të caktuara që nuk janë të zhvilluar me këtë, mos i ndëgjoj thjesht provoje, edhe nëse nuk të pëlqen masi që e ke provuar, atëherë nuk besoj që ke humb diçka. Përderisa nuk e lën tën kërkon, veç provoje edhe shikoje çfarë po bëhet më vonë. Ku e gjen për krajen më të madhe, për të arritur këto rezultate në këtë moshë kaq të re? Mendoj që gjyshin e kam ashtu të pikën kryesore, e kam edhe idol për çdo sen që e bëj, e kam okay, çka kesh mendu gjyshi për mua nëse e bëj ose nuk e bëj këtë send, edhe mendoj që dashnia për respekti që e kam për të më shtyn për çdo sen që e bëj. Dhe për fund, Marigona atë bisedës na trego cilat janë planet deri në fund të këtij viti. Po besoj që në qytetari më avancu shumë a shumë, për pas ty nevon sigurisht që jam dizajnere dhe mire me pjesën artistike, dhe pse jo dhe në to me mujt me kryu diçka të re. Faleminderit shumë që gjithë e koti jesh pjesë e programit Mëngjesit, urojmë që jemi sërish me rezultate të radhës. Faleminderit edhe juve.